Plaset fabula e parë, Ledio. Ja me e bukur që më pëlqeu në këtë histori, më shumë se sa gjithë shka tjetër, më shumë madje dhe se ai agenti policisë i cili u arrestua, ka qenë përpara të antiterrori, jo, i ka qenë të operacionale, pas e vajtë të antiterrori, apo e kundër të më thot Flogerti, më pëlqeu që ky operacion, që nuk është vetëm i Spakut, është i Spakut dhe i prokurorisë së Breshas, më duket, në Breshja të Italisë, është quajtur mushkat, si është quajtur në anglisht? Mushkat e... Mjull. Po ishte dhe një fjalë tjetër, Flogert. Mani mjull. Mani mjull, pa i mushkat e lekve. Unë e kam përkthyer vetëm nga përqefin tim mushka e drogës. Se në fakt lekët e drogës ishin apo jo, paka shumë. Transportues, po. Transportues. Flogert, para se t'ja fjalën miqve tu dhe të mi, lutem më thuaj ç'është kjo histori, që u finalizua vetëm 2 ditë më parë, dhe u bë njëkohësisht edhe në Itali, edhe në Shqipëri. Ata në Itali ishin italianë, mos gaboj, apo jo? Ishin pjesa italiane. Bande përbashkët, po. Bande përbashkët. Shqiptarë. Ndërkohë, sa të merrem me ata të Italisë, le të merrem me këta tanë tu. Qa ishin këta, le të fillojmë një nga agenti policisë, Flogert? Atëherë, ajo që ka ndodhur është që është finalizuar operacioni përbashkët i 2 prokurorive, si që ju e thatë, në datë 27, ku janë shpallur në kërkim 21 persona, 3 janë arrestuar këtu, 10 janë arrestuar në Itali. Mes tyre është dhe një agent i antiterrorit. Ja, ku i shofim shumë duket në ekrana. Po, është Igli Haxhiaj. Përsa i përket Zotit Haxhiaj, bëhet fjalë për hetimet cilat kanë ndodhur në vitin, ose përfshirje e ndodhur... është thjesht një operacion antidroga, apo jo? është një, po, operacioni përbashkët midis Spakut dhe prokurorisë italiane. Dhe bëhet fjalë për trafiku nga Amerika Latine, Shqipëri, Itali. Po, por në përgjimet... Zbrisin një port, më duket diku. Në përgjimet që, ose në bisedat e Skype që kanë dalë, janë publikuar sot nga gazetarja Klodiana Lala të dosjes në fjalë, agenti i antiterrorit, që më herët ka qenë agenti i operacionales, komunikonte me pjesëtarët e tjerë të grupit dhe ishte pjesë pra e këtij zinxhiri, dyshohet që është pjesë e këtij zinxhiri trafikantësh, ku herë i jepte informacion, në disa raste ishte dhe veti përfshirë, sipas bisedave që pra, kjo se e kuptua mirë, Flogert, dhe Ledio të na ndihmoj, se më duke se ka dhe një foto tjetër të policit, Ledio, të oficerit policisë, më duke se ka dhe një foto tjetër, shifën base e gjenë, sepse ati ishte komplet, ati duke ta mam. Duke qeshur, do të ke qenë një event, me diplom. Më duke se po, ishte momenti bravo, pano, duke marrë diplomën. Shive Ledio se ta kam nisur. Ta kam nisur të zëllëja në WhatsApp. Flogert, në që se kuptoj mirun, tipi që u arrestua, pra policeri, që u arrestua, që dyshohet se është i përfshirë me ata, se a i prezumohet... Jo, është arrestuar. është arrestuar, po pra. Ja, këto janë pambje në duket? Po, këto janë pambje nga operacioni Spakut. Tani, në fakt, mëkati këti ose krimi këti, në qoftë se është i vërtet, është që ky ishte caktu, pra ishte thua brenda pjesa që merrte informacionin, pjesa e zyrës që akumulonte informacion, dhe e shiste me para, ja u jepte këtyre bandave dhe ju merrte para? Dyshohet që po. Dyshohet që jo vetëm për veten e tij, por në një rast dyshohet nga Spak që ka kërkuar 15.000 euro për veten dhe për 2 tjerë, pra nga 5.000 euro, për të shitur informacion. Qartë. Por nga ana tjetër, dy fjalë për kë? Për agentin. Po ja një sekond, pra kush është ky tani? E njohim ne këtë? Ky është pa njohur për publikun e gjatë. Ky është Igli Haxhiaj, ka lindur në Tiranë, ka studiuar, domethënë tani që flasim, ky po mbyllte një kurs për nën komisar. Kishte ka një vit e gjysmë që punonte antiterrorin, ndërkohë te Akademia e Sigurisë po bënte kursin për të kaluar nën komisar. Pra, një muaj kishte filluar. Ajo që është interesante për karrierën e tij, dhe jo për jetën e tij personale, është që më herët agentin fjalë është vlerësuar nga italianët për operacionet të ngjashme. Po pra, kur ishte antiterrori apo operacionale? Operacionale. Se te antiterrori ishte gjysmë ka që është i përfshirë. Dakor.
Dhe ajo që e ka kompromentuar dhe e ka quar nga ana e duhur e historisë, në anën e gabuar nëse mund ta themi, është kompleksja me këto mesazhet në Sky dhe Encro, ku flet me... A pse është kap në Sky? Është kap në Sky. A, do më thënë, kjo është hetimi i viteve... 2021. 2021. Kanë dalë mesazhet dhe atje ai komunikon sipas SPAK, pra sipas dosjes, dyshohet që komunikon me njerëz të botës errët për trafikim Edhe s'ta jepte. heroine dhe kokaine nga Hollanda, në Greqi, nga Greqia. Po kjo nuk është se e bënte vetë, pra. Ky thjesht me aq sa kemi lexuar edhe me aq sa është Jo, raportuar. në Sky, po të lexosh mesazhet, kupton që ky është interesuar për të qenë pjesë për të blerë, pra le të them. Po. Ta Pra marrim nuk ishte thjesht dekonspirues atëherë. Ta marrim me 28.000, ta japim me 30.000, pra ishte në negociata për çmimin. Sipas dosjes që ka publikuar sot, siç thash, kolegja Lala, që është dosja e SPAK për ato. A Lala e pa parë është ajo, i nxjerr gjithmonë 2-3 javë para se të ndodhin gjërat, pa parë është ajo Lala. Kjo është, domethënë, edhe në biseda Igli Axhira e shihet si një personazh karizmatik, s'ma gjeti foton atë elokuent, është një tip nga është me origjinë, nga janë këta Axhiet me origjinë? Tirana. A Tirana, po. Sipas informacioneve. Edhe çuni i ri duke o Flokert. Është poshtë 45-ave, sipas informacioneve që un kam. I martuar beqar? Nuk e kam si informacion, sepse ishte shumë e vështirë të deportoje. Por, me pak fjalë kjo është, pra bandat ose grupet kriminale... Më falë në ndërpres, dhe pastaj të hapim muhabetin. Kush, dim që për shumë, kush e ka promovuar Ilirin? Ilir e kishte emrin apo jo? Igli. Igli, më falë. Kush ka promovuar Igli Axhia në polici? Dim që kush është pra në fillimet e vet, e ka pas pasion vet, pra kush është njeriu që ka dhënë një dorë? Jo, është pasion dhe i ka kaluar hallkat. Gjitha fazat. Të gjitha fazat dhe tani që flasim, ishte në kurs, kishte 1 muaj që kishte nisur kursin. Kurs për çfarë? Kurs për të marrë gradën e ta gjej eksaktësisht. Për të rritur karrierë. Për të kaluar nën komisar. Dakord. Okay. Pra, ishte te antiterrori, kishte një vit e gjys dhe paralelisht tek Akademia e Sigurisë. Dhe gjithmonë me rritje rroke edhe në polici, si gjithandej apo jo? Po kalonte ato shkallët hap pas hapi për rritjen e detyrë. Ajo thash që e ka ndërlikuar situatën dhe e ka çuar në anën e gabuar të historisë. Po këtë e kuptuam, po. Është fakti që kaq dim për Iglin, Flokert. Kaq dim. Një agent i operacionalës, i antiterrorit mandej, i cili donte të bëjë nën komisar. Ja, ky është më duket. I vlerësuar, po ky është, i vlerësuar me nota shumë pozitive nga italianët për operacionet ngjashme, por që gjithë karriera bie për shkak të disa implikimeve të tij që dyshohet se ka patur një akses në Sky SEC. Në vetvete nuk është krim të jesh në Sky SEC, puna është ça mesazhe. Bisedat që kanë publikuar mediat sot janë kompromentuese. Me ato duhet thënë që prezumohet ende i pafajshëm njeriu, ose nuk ka vetë rokoma. Absolutisht. Ai e ka kundërshtuar Arjan. Ta shohësh si aktor film Marsit, ë? Po. Po ta shohësh si aktor filmi Sebastian Pano, shivi. Janë tek ai ngjanse puna e atij të Henkut te filmi Breaking Bad, që është Bravo. Edhe nuk ka lidhje fare me... Ai është i ndershëm. Ai polici mbeti i ndershëm deri në fund. Dakor. Rasti i rrallë. Di mos si se di. Jo, pra do të thosh, ja, ju ftoj ta shikoni me vëmendje të japin pak rëndësi pjesës estetike. Nuk ta jep, pra nuk ka fytyrë gojimi. Pra fytyrë që mund të merret me pislliqe. Bile është një foto tjetër që është policë të dio që është duke qeshur dhe që po bën selfie bashkë me shokët. E ke le dio ato. Ta kam nisur unë duket në ato. Jo, nuk më ke nisur asgjë. A mban më gjenjë çik më Flokert, është një duke bërë selfie, e ka dhe Pano. E peti Pano atë. Gjenjë çik nisë çik ledios. Se aty është foto që duket tamam. Duket alamet çuni, Sebastian, e ndoqi këtë lajm apo jo? Jo, nuk e kam ndjekur. S'nuk të... Jo, nuk i ndjek të. Se i lezetshëm që. Prandaj dhe unë nuk të bezdis fare me pyetje, prandaj bezdis Flokertin. Kjo është herë dytë që goditet. Jo, prit, para se të vemi te goditja. Është kjo foto. Më fol çik por jo, jo, atë e kishim. Është një tjetër që është policë me kapele policie o burr. Digjo, o Pano, nuk ka rëndësi, do e gjej Ledio. O Pano, ajo që më intereson është kjo molla. Le të bëhemi pak, ta lëm pak më njëna të pjesën, mos bëhemi gjykatës të prokuror Koto. Merrem pak dhe me anën njerëzore, kupton, të gjës. O çe detyron këta njerëz që të bëjnë këtë punë? Çfarë është? Etja për të pasuruar shpejt? Është
është hajtë kapim do një gjë shpejt e shpejt se nuk i dihet, ky është një shtet i paqëndrueshëm, mund të humbasin punën dhe të marrim në gjë. Pra, le të shohim pak më gjerë problemin. Pa e paragjykuar. Është një kombinim të disa faktorëve them unë. Pakën siç e kam parë. Pra, si mund të legjitimohet ky nga ana sociale ky njeri? Pra si, Marsit, ti je avokat penalist. Nëse vlogjerisht lexo pikë ekspert komunikimi pa parë dhe gazetar, ti je penalist, avokat penalist. Po ndërkohë ti je dhe filozof. Nga ana logjike. Pas panos do vitë ty. Nga ana logjike komponentët që ndryshojnë që ndikojnë. Besoj unë janë dy. Është ekstern, është i jashtëm dhe i brendshëm. Komponentët e jashtëm vinë kryesisht nga modelet që serviren. Çka do të thotë është që modelet që serviren në shoqëri janë ato që normalisht na ndikojnë edhe në zgjedhjet që bëjmë. Gjithë secili nga ne. Pra kur ti shikon që të gjithë, le të themi, hedhin plerat jashtë, edhe ti pse merr atë qesën tënde edhe ti e hedh jashtë. Eksperimenti i majmunit. Pra, një thua ti modeli, dy. Modeli. Që ti japim çiri. Po, domethënë një është modeli. Dy, pjesa tjetër pastaj janë komponentë brendshëm. Pra, është tundimi. Tundimi për që është njerëzor, po, sepse kjo e para çfarë krijon kushte që ti tundohesh apo. Për të marrë sa para. Pra, nëse ai tjetri që është lart e vjedh, atë pse mos vjedhësh ti? Nëse ai që është lart e kujtun, merret me drogë, pse mos merresh dhe ti? Ky është modeli, këtu është modeli. Dhe këto pastaj modelit. Këto pastaj gjithë secili materializon në rastin më të parë, se prandaj pse duan një vend pune sot në shtet? Hajde flasim sinqerisht. Sa janë kur e mendon ai. Pse duan sot njerëzit? Pse përpiqen sot? Janë 186.000 duket? Po, 186.000. 186.000. Tani pse përpiqen sot? Mjek, mësues të gjithë, po. Po. Aq vend. Po, pse përpiqen sot njerëzit që të futen në një punë në shtet? Ë? Shumica ndoshta sepse thonë që të kemi pension sigur. Jo, ti ke kemi punën sigur, thotë kemi një pension. Edhe një rrogë, po, kur them pension ka një rrogë. Ti ke rrogat në privat sot janë më të mira se sa në shtet. Që të kuptojmë. Mos ikim shumë në pjesën sociale sepse duhet të rritet mega operacioni. Ideja është kush është burimi am pyetem burimi i ngasjes. Burimi i ngasjes vjen sepse që në momentin që ti zgjedh të shkosh aty, shkon për këtë gjë më. Pra ai e ka ndarë në mendjen e vet që do bëj këtë gjë, në momentin që është përballë nevojës. Sepse atje thotë mund të dalë, atje del gjë. Po, një sekondë. Por atëre me logjik naive. Përderisa është ky, dhe tani këtu po hap lojën, Pano do vi prapë ty. Sebastian, përderisa është ky që thot Pano, nëse marrim këtë, që ajo është punë që del ndonjë gjë. Pra nuk do rin vetëm me rrogën. Palesa janë si punë e iglit, dhe ne nuk e dim. Shumë. Do të jenë të mërsi shumë. Se unë nuk besoj që të jetë natyrë njerëzore, tundimi i madh për të pasur gjithmonë më shumë, materie po flas, raporti me materien, dhe atje brenda të jenë 90% të ndershëm dhe vetëm igli ta ketë të tundim. Do të jetë e kundërta apo jo? Shumë pak janë njerëz që për shembull unë njoh vetëm Arlin Qorin dhe 2-3 kokra të tjera, Sebi midis nesh. Po. Shumë që nuk ka nevojë, dhe po t'u japësh, ti thuash që ore shiko, ke një lumë të madh me para, vlla. Jo thot Sebi, jo thot Arlin Qorin, nuk më intereson vlla. Më duhet thjesht sa për të jetuar. Pra harroj me kënaqësi të tjera. Më fal Sebi, të mora aty si shembull se të njoh pak. Po të mora Arlin Qorin, nuk e di për Panon. Pano është i djathtë. Pano s'të kalon mendja. Pano, po një sekond, Pano është i djathtë, mund të ketë tjetër qasje. Jo, shiko. Jo, një sekond. Ja ta mbaroj Sebi, Të gjithë njerëzit që pranojnë hipokrizinë e mosdashjes së materies, në një botë të tillë ku çdo gjë është e përcaktuar në materie. Unë besoj që ka njerëz që nuk e duan materien, unë njoh disa. Më dëgjoj, nuk është çështja, është çështja nevoje. Do spitali, me çfarë do shkosh? Shkosh me idealizëm. Pra të duhet një gjë, ke fëmijën smur, larg qoftë. Çfarë do bësh? Me çfarë? Ti thua që e bëjnë nga halli? Po patjetër, shiko, janë pensione që vjen nga nevoja ajo që është parsorja, nuk është nevoja nuk është dëshira për luks. Dëshira për luks është fakultative. Nuk po flasim për luks. Po pra, presione që vjen nga nevoja, ti do çosh fëmijën në shkollë. Ndodh një fatkeqësi, një gjë, ndodhi një gjë te fëmia do çosh në spital, me çfarë do çosh në spital? Një sekond. Jo, bravo. Po janë baza kryesore që të shtyn njerëzit. Janë pyetje këto. Dhe të tjerë pastaj janë do e çojmë në spital ashtu siç e çojnë 99% e shqiptarëve. Spitali publik. Nëse do e ndajmë botën në ujqër dhe në dele, kjo është 99%. Kjo është foto një pashu, shi veçik. Ku ta jep përshtypjen këtu, mos e shikoj çik më. Shikoj çfarë modeli është, model super policë, super oficer policie. Të shkon mendja më vllai që ky njeri shtej gëzuar është atje, duke qeshur. Mund të kapet të bjerë në fshesën e Spakut dhe të Breshas. Vazhdo se. Çan sot është data që ne u ndam nga ismuri i Bosforit. Urdhë? Sot është data që ne u ndam nga ismuri i Bosforit, që u larguam nga perandoria osmane. Nga ismuri i Bosforit, çfarë perle më burr. Për një moment paf më,
Perandoria në rënien e saj kishte janë 2 shekuj që po binte, nga agu i madh që kishte. Korrupsioni ishte gjithandej, dikush vidhte, dikush merte. Dembelia ishte çështje kryesore, shtyje për nesër. Pra një bizantologji e bashkuar me një osmanologji të brendshme, dhe ajo shpreha me kismet se mos është më mirë nesër ishte pjesë e të gjithë këtij trulli që kemi ne. Miku dhe klani ishin pjesa kryesore që funksiononte. Po të shohësh Shqipërinë e vitit 1912, lexosh relacionet italiane që janë të kohës, dhe po të shohësh Shqipërinë sot është e njëjta gjë. Toka zaptohej, indi social nuk funksiononte, ai që ishte në Kruj nuk e njihte atë që ishte në Sarand, ai që ishte në Gjirokastër se dinte kush është në Mitrovic, çdo rreth dhe qark kishte nga një kanun më vete dhe secili ishte për qeft vet. Dhe çdo kush kishte një lloj të drejtë të bënte para sa të mundte për arsye sepse i donte këto për të siguruar jetesën. Por sot çfarë ndodh sot? Jemi një shekull më mbrapa. Analiza jote të u kthyer mbrapa është një perl. Po jemi një shekull mbrapa. Le të rikthehemi në aktualitet. Një shekull mbrapa. Ishte perl që mos e vazhdojmë gjatë. Se do thonë njerëzve për çfarë po flasin ta. Një klan që merret me drogë brenda policisë së shtetit, jashtë policisë së shtetit, korrupton policinë e shtetit. Kjo ka ndodhur dhe më herët. Dhe kjo zdo vetëm në Shqipëri, ë? Le ta themi të gjithë. Jemi çik. Dakor, në rregull. Pra, jo për ta lëvizuar, po ndodh gjithandej. Por prishja e indit social është më e madhe tek ne, sepse fakti që në Itali luftohet kaq shumë dhe kapjet e policëve dhe gjyqtarëve dhe prokurorët që arrestohen duke u inkriminuar etj janë shumë më të mëdha. Dhe këtu vetëm sapo ka filluar, e imagjino se çfarë është bërë në nivele të mesme dhe të larta. Pra ndaj të pyetëm palesa ka si igli pra. Në 20 vjet. Se ne nuk është po i bëjmë gjyqin, ë, po. Dikur ishte për ta mbyllur. Po për ta mbyllur. Mbyllës sepse ja fjalë Marsitis. Dikur ishte vet pushteti komunist që ishte pushteti më mafios që trafikonte drogë dhe çdo lloj gjëje tjetër me Italinë. Kur ra pushteti komunist, listat i morën disa dhe filluan të trafikonin ato, tani ndrangeta italiane, që janë përtej Adriatikut, kanë krijuar dhe këtu klanet e veta. Dhe klanet e veta krijohen nëpër qytete port dhe krijohen gjithandej për të trafikuar sa më shumë drogë që t'jetë mundur. Marsit, si do e mbrojet i sot? Je avokat penalist, je pedagog të Mani Barleti, ke mbruar ligj filozofi. Si do e mbroje sot, si avokat që je? Si do e mbroje këtë oficer? Ai ka bërë një deklaratë, me sa lexova unë për portalet dhe në media, në të cilën deklaron që unë nuk kam qenë posedues i aplikacionit Sky Encrochat. Pra që do të kodi nuk përputhet dhe kjo e bën që të rrezohet e gjithë prova e marrë. Pra po mirën që e thamë pastaj atëherë mbetet polici i mirë, sa ai ka qenë është prezumuar, quhet prezumuar i pafajshëm, është i dyshuar, kundrës është polici i mirë. Deri në momentin që do ketë një vendim të formës prerë. Pra ky ka mohuar, unë s'kam qenë në Sky ECC, se ka përdorur asnjëherë. Domethënë ka bazuar të gjithë hetimin tek pjesa nëse ka qenë ose jo përdorues dhe duhet vërtetohet fakti që te kjo llogari me këtë identifikim dhe atë numër serie me këtë kod ka qenë zoti Spaku ka vetëm këtë si indicie prove ose si provë këtë të Sky ECC nuk ka asnjë tjetër? Po, dhe përputhet mënyra se si bëj komunikimi që ishte pozicioni i zotërisë në fjalë. Domethënë të dhënat edhe ndihmën që ai jepte nga. Pra nuk bën vakitje të gatuar me ndonjë policë tjetër, me ndonjë oficer tjetër. Tani duhet faktohet, pra ai ka ngritur pretendimin dhe mbrojtja duhet të marrë ekspertët zakonisht për këto merren ekspertë të softwareve inxhinierik që do të jenë të fushës caktuar, të cilët duhet ta vërtetojnë në varësi të locationit, të telefonit, të VPN-s, të gjitha mjeteve të tjera teknologjike, nëse ka qenë ose jo përdorues. Po gjendet me saksi kjo gjë shkencërisht, për shembull, nëse futen këto mjete i thua ti, gjen shkencërisht që ky ka qenë ose jo? Është teknike, për qenë edhe në kazo kemi të bëjmë me natyrën këtyre çështjeve, shprehemi mbasi jepet një akt ekspertimi i ekspertit teknik. Është pak a shumë si çështjet e pronave të tjera që merret topografi, merret një ekspert vlerësues pasurive të palujshme, domethënë merret disa. Do pyes për mushkat pak. Dhe pretendimi juridik pastaj bazohet në lidhje me aktin e ekspertimit. Pra kjo ishte mbrojtja jote. Po, me të njëjtën mbrojtje doli pafajshëm 5-0 ishte kryeministri, presidenti, në cilën akti ekspertimi tha që për 7% që nuk përputhet dhe lëvizura e buzëve me titrat dhe me fjalët që kishte video. Bëhet fjalë për zotin Meta. Unë nuk e di se çfarë, po pano është e vërtet që ajo video ka qenë dakord. Po pra ajo mbi aktin e ekspertimit është bazuar. Edhe njëta gjë vlet. Ky do ishte një super aktor. Po për Prison Break. Ky është aktori. Ky është një tip personazh. Cili është, Igli është? Po. Na urdhë. Ky është për Prison Break.
Ky është aktor, mor, o fanu, shikohet qikë, mor, bur. Po dale, mor, Ledio, ku e gjete këtë foto, mor, bur? Ue, ore, unë kur e pash Këto janë foto që qarkullojnë rrjet për këtë personazh, kështu që. E perl, mor, bur. Dëgjoj, unë kur e pash të Dy karakteret ndryshme komplet. Polici i mirë edhe Prison Breakeri. Prison Break për ata që... Prison Breaker do me thënë ai që del nga Iga, narratist nga burgu. Që është në Netflix, dhe ndoshta se kanë parë të gjithë, po duar janë kurios për të ngjarje, mund ta shohin atje fix. Po tani janë të dy njëjti person apo jo këtu? Është i njëjti personazh këtë dy javë. Është i njëjti person me dy personazhe të ndryshme. Unë kur e pash për të parë para 2 ditësh që doli, e di pse po e bëjun këtë sot. Ka bërë shumë përshtypje. E di pse më ka bërë përshtypje, se unë thash unë e njoh këtë tipin. Dhe po prisja mendje kaj, memoria ime shumë e dobët, thash unë kam parë këtë tipin molla. Më duk fytyrë shumë e parë. Dhe pastaj nuk e gjeta dot sigurisht, e njoh apo jo. Dhe tani me kalimin e kohës, po them, mua ky nuk e di pse, po o ka që ky s'ka punuar ndonjë polici rrugore apo jo. Jo. Më ngjan me një tip është komplet kopje e një polici rrugor, por që sa ndalon, sa kalon ndaloj e përshëndes sepse është shumë i sjellshëm ai. Dhe nuk e di sepse më bëri lidhje me këtë. Ai gjithmonë i buzëqeshur. Zoti Çani ke parasysh si jeri me shëndete, kështu perlmë nga këta që gjën rrallë. Policia për rrugor tillë janë të rrallë, të tjerët janë rindërënde kështu, e ke parasysh? Gjasme po mbrojnë. Dhe prandaj më ngeli shumë mendje ky djalë, nuk e di sepse. Fita. Nëse më dëgjoj. Jo, një sekond. Funduar me qenë se do bëjmë një pauzë vogël se më erdhi. Dakor. O Ledio, bëjmë një pauzë vogël dhe rikthehemi prap. Ora është 21:28 minuta. Do rikthehemi prap, Ledio, nuk do ikim. Do bëjmë një xhiro për të kujtuar gjithë dynjas që po na shef këto momente, që është shumë e rëndësishme të mbrojë makinën e vet dhe të mos futi çdo lloj zori që i del përpara në rrugë. Do të shkoj tek zora e dur. Dhe zora e dur, them zora e kanë fjalën për atë tubin që del nga i karburant dhe bam, futet e makina për ta furnizuar. Ja, vetëm te SPO Ili, zonja zotri. Vetëm atje shkoni sepse ka edhe naftën dhe benzinën të sigurt. Pa tjetër, se ju e dini shumë mirë që këtu mashtruesit nuk banojnë, janë çdo cep rrugë. Kështu që vetëm te SPO Ili, nëse doni të ruani makinën tuaj, nëse doni të jepni motorit performancën që ai ka, vërtet, edhe shijoni udhimin, kujdes, vetëm te SPO Ili, cilësi e papar karburanti, the fuel of champions. Bravo, Said, je i papar. Dhe rikthehemi edhe një me të njëjtën fabulë, jo, po flisem Marsit Gubi, Marsit. Një nga autorët më të mëdhenj të procedurës penale, i cili ka bërë dhe një libër, Murphy për provën, Peter Murphy, i cili ka qenë gjithashtu... Jo, Ledio, një sekond, do ikim tani. Ka qenë gjithashtu çani gjykatës, i famshëm avokat, lektor i drejtës edhe i procedurës penale. Jep një sër kriteresh në lidhje me provueshmërinë, sepse në sistemin common law thuhet proof, not proof, kur jepet vendimi. Pra jo i fajshëm i pafashëm, por provohet ose nuk provohet. Me idenë që gjithmonë i letë hapësira, idenë që nëse do ketë një provë, një fakt të ri, pra gjithmonë të jetë në anën e të pandehurit ose në anën e personit që akuzohet. Dhe ai thotë është më mirë të kovergojnë një sër indiciesh, që janë prova dytësore, sesa një provë themeltare e cila e lidh në mënyrë direkte. Pse? Sepse nëse bie ajo provë, gjithmonë mund të ndryshoj pozita nga i fajshëm në një person i pafajshëm, kurse kur kovergojnë shumë prova, ose rrethan dytësore është e pamundur të jenë rastësi. Në këtë rast ne kemi të bëjmë vetëm me një fakt ose me një rrethan që është evidente, por që është parsore, është provë parsore, pra nuk kemi kovergimin e shumë indicieve, për shembull dëshmi. E bëre shumë teorike të gjithë, ëh? Po prisa të më jepi një shembull. Dakor. Imagjino për ata që na dëgjojnë tani, kovergimi ata e kanë mesazhin e dërguar, por kur ta cross-checking me faktin që ti ke qenë cross-checking është domethënë për ata që ta kryqëzojnë faktin me atë që me veprimin konkret, pra ti ke thënë që shiko, do të jem vetë në Durrës nesër. Kto janë indicie? Dhe ti të Durrës, ke qenë në Durrës nesër. Kuptoj më. Se për këtë po flisë. Po, kjo është po prit pas, do ta thosha në gjuhën e avokatit dhe do ta thjeshtëzoj, po nga qendrori panë nuk mlekon. Gjuhën e thjeshtëzuar na duhet. Dakor, gjuha e thjeshtëzuar është kjo, pra që të gjitha ato të korrespondojnë me veprimet e tij. Pra, llogaria e Sky Encrochatit dhe deklaratat që ai ka bërë atje të jenë në relacion me veprimet që i ka bërë. Për shembull, nëse ka thënë do takojmë nesër në orën 11:20, të gjehet dita e caktuar, ka qenë në shërbim ose jo, nëse ka qenë në shërbim ai ka përdorur, domethënë orarin. Si do vërtetojnë që është ky në Sky Encrochat, sepse atje nuk del si do vërtetojnë. Nëpërmjet ekspertit do ta thash. Kjo histori e Sky. Celularin ti? Koçani, ka një rregull në profesionin e lirë të avokatisë. Profesioni i lirë të avokatisë, që nga koha e Greqisë lartë antikitetit, dhe Protagora është avokati i parë, le të themi, i cili ka bërë relativizmin dhe mbrojtjen e të gjitha tezave, niset nga perspektiva e skepticizmit.
Perspektiva e skepticizmit është të vihet në dyshim. E dyshimit, po pra. Gjithçka, sepse kështu afrohemi më shumë vërtetës. Po pra. Dhe kjo është bërë dhe parim në kodin e procedurës penale që quhet parimi i objektivitetit. Pra prokurori kur ndërton një akuzë nuk i niset me pretendimin që ky fakt qëndron dhe unë duhet ta faktoj se s'bën. Po pra. Mund të gjejë edhe prova dhe fakte që rrezojnë totalisht kallëzimin ose akuzën. Pikërisht, po, bravo, sakt. Verbit ajo. Dhe që është në verbin e tyre, mushka quhen këto. Pra njerëzit i transportojnë E bukur shumë burr. Mushka. Po mushka unë di që quhen vetë gratë më vëlla që gratë për këto seriale që kemi parë ne që marrin e fusin në Po, çdo kush që merr quhen mushka. Mushk. Kjo është pyetja ime, ti panu apo di ti vëlla? Më fal. Çka shpikur të mor për mushka më vëlla? Çka shpikur? Se zakonisht mushkat çani në punët rurale përdojnë vetë për transport. Jo, asnjë gjë tjetër. Miqë mos flasin me një kohë, mbi vendoseni. Më fal, po edhe gomari përdoret për transport. Jo, prit. vetëm për Diferenca transport. është të flasi ai që i ka përdorur këto me përjashtim të mushkës. Me përjashtim të mushkës. Mushka, ndryshe nga kuajt apo gomerët, ka një fuqi të llahtashme. Pra në qoftë se mbi kalin mund vendosësh x kilogram apo gomarin x kilogram, plus që gomari është i leqar një herë. Sa më pëlqen ja, kjo është biseda një. Mushka është më e fuqishme fizikisht edhe se kali edhe se gomari. Dhe me që jemi të mushka, Flogeret. Edhe ka dhe gjë tjetër. Jepi. Nuk pjell mushka. Bravo, këtë do të pyesja. Mushka është femër apo mashkull? Nuk është temë tani, kjo është temë për në parlament. Po sepse fatikisht, nëse mushka, ne nuk dim çfarë është një gjë midis, ose është mbi, Aseksuale. është aseksuale, atëre pas kanë drejt ta që kërkojnë më shumë se 2 gjini, vëlla. Pse në botën e kafshëve do të ketë më shumë se 2 gjini dhe në botën e njerëzve jo? Pyetja është Mushka s'është gjini. Urdhë? Mushka nuk është gjini. Aseksuale është dhe ameba. Edhe parameta aseksuale është. Si specie, po specie jemi të gjithë, dhe ne specie jemi. Dhe ameba është specie. Po pra, po pse në botën e kafshëve pranohen më shumë se 2 gjini dhe në botën e humanëve jo, pra po ju them. Sepse njerëzit bëjnë ligje për vete, tani kafshët i ka rregulluar ai lart, do të thonë ai ja ka shpik ligjet aty. Po pra. Nësa ne i bëjmë për veten tonë. Pra rregulla se si funksionojmë ne i bëjmë ne, se çfarë bëjnë luanët me njëri tjetrin. Ore Flogert, tani më që më the që ke njohje më shumë, pse ne të tjerët për këtë punë. Pra mushka është bërë për këtë qëllim, përdoret nga policia këto operacione që bëjnë mushkat e parave, mushkat e drogës e tjetër. Është koncept ose terminologji. Sepse është më e fortë? Është terminologji që ta përdorin për këtë, për transportuesit e parave të drogës. Pra mushkat në këtë rast, dikush janë? Janë shoferët e linjës Tiranë. Po pse i ofendoni kështu shkretëm? Pse i quajnë mushka? Për të mos rënë, për të mos u dalluar, pra është kodi. Mushka është kodi. Shpreha kur thuhet ditë punëtore. Po një sekondë, si për mos dalluar, po pse këtë e përdornin vetë trafikantët mushkën? Po ata si budallëjnë se tani e di dhe policia që ata quhen mushkë. Po dakord. Po është terminologji që përdoret nga bota e krimit për të thënë që mushkat, këta i trajtojnë si mushka, pra si transportues. E përdoni vërtet të gjë? E përdoni në komunikimit e tyre? Po, more. Po që nga naiv vare këta banditët. Po, pasi është identifikuar, edhe kriminologët këta ustallarët e kanë e quajnë këtill. Kur bëjnë analizat e tyre, kriminologët e quajnë mushkë. Është bërë koncept tani. Me që është bërë koncept, unë them nuk është më në përdorim nga trafikantët. Jo, në këto bisedat që kanë dalë, nuk përmëndët. Nuk përmëndët asnjë vend do burë, se po thua mushkat, një çdo njeri që thotë. Në dosje përmëndët pastaj nga prokurorët, kjo historia e... Ore, a mund ta shtesenojmë pak bisedë, mos edhe premte është fundjavë, por dhe fes jemi. Sa mushka mund të ketë në Shqipëri, jo, po? Ne jemi 2000, sa mushka, e vërtetë. Jo mushka kafsh, mushka... Sa mushka mund të ketë? Jemi një lloj të paditur për të dyja. Jo, e kam seriozisht, vëlla. Sa mushka mund të ketë që transportojnë drogën, vëlla, dhe parat? Ose drogën e parat. Të dyja këto janë apo jo? Mira. Po. Janë mira. Diku më mira, po. Si ka mundësi, për shembull, policia... Ti thua çfarë super mushka shkan që e sjellin nga Amerika Latine në Rotterdam? Po, pra. Është para e madhe shumë, por në këtë rast po bini para këta, nuk po bini droga, o bini dhe drogë. Në këtë rast flitet për transportin e parave. E parave, pra. Po pse transporti drogës si bëj? Sepse trafiku ky ishte me sa kuptova unë, pra Amerikë Latine, Durrës, pra Shqipëri, Itali. Dhe nga Italia pastaj ku diun ku shkon atë, shkon në Anvers, ndaj nga Belgjika, shkon në Holland. Po, në bisedat që janë publikuar sot flitet dhe për Rotterdamin për shembull. Edhe Rotterdam, bravo. Atje pra janë bashkë, po. Ore, e di pse më bëra shumë kurioz më vëlla, sepse po mendon mbi të panoj ishim me ca, bile ishte edhe ti në tavolinë atë ditë.
Tash more një sekond, ku i gjen këto lekë më vllai që investojnë këtu njerëzit? Më nuk po flas për kullat e mëdha vetëm. Po ta shohësh po mbushen fshatarët, kur them fshatarët, banorët e zonave rurale, unë që jeton në fshat shumë dhe kuptoj se dalë me vrap gjithandej, po bëjnë shtëpia të reja, po rikonstruktojnë ato të vjetrat që i kanë, ndërkohë që këtu dihet çfarë ekonomia është. Pra se thua, sa është niveli mushkave vlla. Pra duhet të jetë një biznes tmerësisht fitim prurës, që njerëzit kanë mundësi tani të rregullojnë jetën e tyre vlla. Shiko, paraja e pisë në Shqipëri ka qenë determinante vajti vite tani. Domethënë, Dhe ne kërkojmë kur them ne, Paraja e jo unë. pisë apo paraja... pa qartë, paraja e papastër. Jo e papastër, s'ka mund t'jetë informalitet ai. Pra paraja e produkti Se nuk merret gjithë Tirana me... Jo, po mirë, ajo është... Të tregu është... Indirekt na vjen. Jo, po indirekt na vjen. Fle njëri të futësh kështu. Indirekt na vjen, i vjen do të tjerë. Si funksionon uji, që ka nga një tubacion magjistral, nuk kemi gjithë pusën në Po, pra. është një magjistral që na e sjell ujin aty te dera e shtëpisë, pastaj fillojmë me pim gjithë neve, pi ai, komshiu, pi unë, pi tjetri. Pra, o vlogjer, kur vetë ti vlla për shkak që blen diçka, më falo pano, në një dyqan. Ti mendon që ai dyqani nuk ka dhe para nga mushkat? Se ka vetë ai mushkave ka bërë një blerje të madhe për shkak. Ai dyqani kur me para nga mushka, vlla, mund të bëj ulje aty apo jo? E zëm. Ose jeton më shumë, pra se thua, gjithë shoqëria përfiton nga mushkat. Qartë. Pra, pyetja tani pano për ty është kjo, dhe për ta mbyllë të bisedë, është kjo vlla. Ore, a jemi të sigurt që po bëjmë mirë që po luftojmë mushkat më rëbur? Patjetër. Je i sigurt ti? Po të varfërojnë njerëzit më pano. Nuk diskutoj. Ore, ata që na dëgjojnë tani vlla, janë në dilemë. Askush nuk e do drogën, më shiko. Askush nuk e do drogën në kuptimin e mirë se e din shumë që droga dëmton. Paraja... Por Më dëgjoj. them, po të heqësh të mundësi këtij vendi. Çfarë prodhon ky vend po thoshim ditë me Sebastianin? Çfarë prodhon? Paraja e drogës është për ekonominë si droga është për njeriu. Çfarë ndodh me njeriu? Në shembull, kur i thua njeriu, ore, pse ta heqim ne këtë drogën? Se kur pi drogën ndihesh shumë mirë, ndihemi mirë ne. Lere konsumin. Po flas për përfitimet që ka shoqëria nga Po më lër pra mushkat. Të ta sjell, Këtë jam duke të thënë. të ta sjell dhe do ta bësh vetë, do më thuash vetë atë. Dhe kur them shoqëria nuk them për këta që e bëjnë, ë? Them për njerëz të ndershëm, ekonomia, po. Pra, paraja e drogës është për ekonominë, siç është droga për personin. Në pamjet parë droga çaj bën personit. Ai bën të ndihet mirë, të jetë kënaqur, të jetë i lumtur. Ka sa që te kalojnë, ka sa që llosin, po. Se mos ta përdorim të gjithë neve? Përderisa të bën mirë, të bën të lumtur, sepse efektit e saj pasi ose kur të prohet, janë vdekje prurse për person, apo jo? Po qartë. Pra ti e tepron me drogën, shkon tek i madhi. Jo të gjithë vdesin, po vdesin shumë. Jo, shumë vdesin. Ka rrezik vdesim më shumë nga duhani, ë? Jo, sociale, ka drejtë sociale për shkak droga është faktor, nuk krahasoj me duhanin, mos bëjmë këto krahasime. Droga është faktor vdekje prurës. Në pamjet parë duket të bën mirë. E njëjta gjë është dhe me paran informale, paran e drogës. Në pamjet parë duket sikur i bën mirë ekonomisë. Ore, po po vin këto lekë të shuaj njërin tjetrin. Sa jemi flok, shih veçik? Po vin këto lekë të njërin tjetrin. Çfarë halli ka ekonomia? Çfarë halli ka ekonomia? Ka atë hallin që nëse ti e quan suksesshëm, krijon atë modelin që folëm fillim, e quan të suksesshëm paranë e drogës, atëre me ekonomi të pastër nuk ka për të marrë njeri më. Sepse paraja e drogës çaj, di çfarë bën çani? Vret ekonominë e pastër. E vret individin. Paraja e drogës. Atë që njeriu që punon me ndeshmëri, që punon me para të pastër, që paguan taksat e tjera. Atë e vret ajo sepse është para pagar në ekonomi. Miku im Gez Bektashi, dish më shkruan. Çdo shqiptar ka 1 në 2 lek mushkash. Jo, është 1 në 2 lek janë lek mushkash. pak. Është 1 në 4 lek. Është ekonomisë. Pra, 1 në 4 lek nga raporti i bilancit pagesave, domethënë ajo që dilte jashtë fundamentave ishin diku te. Është 1 në 4 thua ti? Ja të ta them. Domethënë, në 12 miliardë euro. 1 në 4 thot Pano Gezo. Me univers e ekonomisë. 25%. Pra, jo, shiko çfarë ndodhi, sepse ajo është si e kuptojmë, ajo që dilte jashtë fundamenteve ekonomike te bilanci pagesave, kur ti llogarisje gjithë pagesat e këmbimit valutor në Republikën e Shqipërisë, te bilanci i këmbimeve, më fal. Ti llogarisje tek bilanci i këmbimeve ishin 12 miliardë euro. 9 miliardë ishin në fundamente. Po? 9 miliardë euro ishin fundamente. 3 tjera shtoheshin. Fundament. Nga fundament, nga baza ekonomike e aktivitetit ekonomik të shoqërisë të. Po do llogaritë thjesht vëlla, nëse 1 në 4 si thua ti. Lek, pra është nga mushkat. Mund të më thuash sa shqiptar, nëse ndëpriten, ja, erdha, nëse ndëpriten mushkat, sa shqiptar varfërohen vëlla. Ka që thjesht ma bëj historinë o burg kështu. Lere më me mirë e keqe, ma ato i dim.
Le njerëzit e bëjnë vetë moralin. Zero shqiptar, themëm pse. Pse ke këtë përshtypje sikur varfërohen njerëzit? 0/0. Ore, një në 2 lekë janë nga mushka, 1 në 4 thuat. Ta jap analizën. Ore 1 në 4, jemi 2.4 o zotri. Më dëgjoj. Po i bie që secilit nga s'ma bëj 4 Bullgaria, ju bie me 20% ajo. Më dëgjoj. Ju bie me 25% Si? Pesha 25%. Tani më dëgjoj. Po, nëse është 1 në 4, nëse është 1 në 2, thotë njerëzit 50%. Zoti Çani, të lutem. Më fal. Jepi. Paraja e drogës nuk shpërndahet në ekonomi siç shpërndahet paraja e taksave apo paraja e ekonomisë së pastër. Në pak duar. 3, 4, 5, se nuk e bëjnë leku për mua dhe për ty ata. Ore, po unë e di këtë më, po ndërkohë ka një ri shpërndarje. Jo, efekti i shpërndarjes në ekonomitë paras pistë është shumë herë më i vogël se sa para e normale. Nuk është para normale. Unë sa po ta thash një shembull më burr. Me zi futet, jo. Shuma totale, pra, nëse ne kemi 5 pula dhe unë kam 4, ti ke 1, nuk kemi gjysmë secili, pra. Sepse unë kam 4, ti ke 1, na bie nga 2.5 pula, do thuash ti kemi 2.5 pula se jo. Ti ke 1 vlla, s'ke 2.5 pula. Kështu është dhe paraja e drogës. Vërtet janë 3 miliardë euro, por nuk janë të shpërndara siç janë 9 të tjera. Në 2 milion njerëz. Nuk janë tek ne, ato janë Mita, po bien thërime dhe të varfrit duo them pra. Ato thërime më mos janë. Si nuk bien fare? Pa në thot që rrit barën për të varfrit, sepse rrit çmimet dhe rrit pa barazin. Ç'a bën paraja e pisë? Kush është kundër panos? Ma thoni dot. Rrit pa barazin. Apo s'ka asnjëri të gjithë me panon. Ore, më fal. Paraja e pisë. Pse nuk bëhen vende si Kolumbia etj. Që kanë ekonomi shumë herë më të zhvilluar të industrisë. Nuk din. Pse bëhet Dubai? Nuk shpërndahet dot. Jo, pse bëhet Dubai? Më dëgjoj. Paraja e pisë nuk shpërndahet. Dubai thot sill çfarë parash kesh, nuk duhet ja di fare burimin nga e ke. Po Dubai vetëm me lekë të naftës, o. Bujrum. Dubai është bërë me lekë të naftës. Jo, po thotë gjithë gjitha parat. Po pra, mos e ka. Se nuk e kanë shkatruar ekonominë e Dubai. Do flasim Martën për atë. Okej. Më dëgjoj. Tani futëm një temë që se kemi. Pra, kuptoj këtë gjë. Pa, të lutem, rrim këtu tek kjo. Vetëm njerëzve, një sekond. Paraja e pisë është për 3-4 duar. Do flasim Martën për këtë. Paraja e pasur vjen neve. Pa dashur po u futëm tek e Martën. Nuk kemi polemik bashk, por shifër Martën për ta mbyllur Sebastian. Po vetëm jemi në 2 minutët e fundit të kësaj fare, po. Pyetja ishte kjo, a e dëmton ndalimi mushkave ekonominë? Pik, domethënë tema sot është. I varfëron apo jo shqiptarët? Po të marr precedentin e Kolumbisë. Gjithmonë paraja që vjen nga mushkat, pra nga trafiku drogës dhe eksport. Thuaj mushka se u kuptohet tani. Po. Krijon një ekonomi informale dhe treme dhe një zhvillim të rem. Nuk është zhvillim real, sepse ka drejt zoti Soko, e pra njerë rriten artificialisht çmimet, pra është e përqendruar në disa duar, kjo ndikon në rritjen e aktiviteteve në mënyrë të fryrë, për shembull ata që blejnë prona, ata që blejnë tokë, ata që blejnë apartamente, por realisht janë një numër shumë i vogël, pra mund të jenë 5% e 100% që të konsumatorëve ose të njerëzve që kanë as 5% që janë 2000 veta janë në Shqipëri, 10000 veta maksimum në Shqipëri. Në Kolumbi pothuajse zejse ishte e ligjshme në kuptimin e prakticitetit, pavarësisht se me ligjish se ndaluar. Çfarë ndodhi? U zhvillua më shumë infrastruktura, u zhvillua më shumë urbanistika e qyteteve ndryshme, e Bogotës e me delitet tjerë. U zhvillua këtë gjohë në mënyra informimit të tregut. Bile çfarë ndodh? Paraja informale e drogës e dëmton rënd ekonominë një sepse e rrit korrupsionin. Korrupsionin në sistemin e drejtësisë, korrupsionin në sistemin e sigurisë. Se i blen gjithë ato, qartë. Korrupsionin në konkurrencë, firma që konkurrojnë nëpër tendra, firma që konkurrojnë nëpër treg, të gjitha nga duke qenë se kanë para informale, e sfidojnë atë që punon në mënyrë të ndershme, sepse ai e ka thjesht e vrasin, nuk e sfidojnë. E vrasin. Vrasin. Në këtë lloj forme pra nuk sjell zhvillim të qëndrueshëm. Sjell zhvillim momentan. Një gjë vetë, që paraja të ndikojnë në ekonomi duhet të shpërndahet, nuk ka rëndësi sasia. Më rëndësishme si shpërndahet. A shpërndahet e të gjithë? Pra ti thua, po të shpërndahet mirë. Çdo lloj paraje që shpërndahet mirë në asnjë. Edhe kjo drogë, po të shpërndahet mirë dhe ishte okay. Hajde ta taksojmë drogën, ta legalizojmë, ta taksojmë. Dakor, e kuptoj. Sa ashtu e shpërndajmë. Do ja fjalën e Sebastianit ta mbylli se është çfarë Sebastiani sot, po para se të shkojë te Sebastiani Ledio, bravo për të QR kodin, merrni pjesë, jeni të shumt. Ndërkohë më duhet linku, para se të bëjmë një xhiro Ledio në Dorelan, dua të lexoj mesazhin e Bektashit, thotë i varfri shqiptar është më i pasur se një i varfër gjerman. Dhe këtu ka drejt. I varfri shqiptar, thotë Bektashi, është më i pasur se një i varfër gjerman. Dhe këtu ka drejt. Se Pano e di shumë mirë. Tani Pano thotë jo. I varfri shqiptar më i pasur se i varfri gjerman? Patjetër. Është më i pasur se i varfri amerikan, po jo gjermani. Edhe gjermani po. Edhe gjermani po. Se amerikani po. Genze ka jetuar në Gjermani me vite dhe nuk flet kot. Dgjoj. Me që la fjala, o Flogert. E ftoj Genci të shkojë në Cërik.
të kuptoj se ç'është varfëria. Ti kam Tiranën. Nuk gjen njerëz si ka lëmosh, pra që kërkojnë lëmosh. Pa ik një herë ti në... Nuk gjen jo. Pa ik një herë rrethinat e Shkodrës. Janë egyptianë. Ik një herë nga Rosheni. Janë egyptianë, mos ngatro. Janë egyptianë. Jo, më. Nuk janë njerëz të, nuk kanë njerëz të bardhë që kërkojnë lëmosh nuk e vlen, tani lere. Tani kjo gjë dihet, mos bëni hipokrit kot. E di Shtot Genci? E di kush ishte... Ja, një sekond, jo, sepse u bë lëmsh. E di Shtot Genci, do vit prapë ty. E di Shtot Genci Bektashi, po. Kur po flisim që parë që çpati igli, se në atë fytyrë që ka civil, qytetarë, dhe gjitha këto shneqera nga ana e jo e durë historisë e ti. E dim që shkruan Genci, nuk është për debat, është batut. Thot, mund të jetë rritur, pyete Flogrier tota, mos do shta është rritur mendja se ka i kanë vërsuar italianët. Qa perle batut, më burë. Pra i të mori çmim nga italianët, apo jo? Po u vlerësua për operacionin. Ju për vetë në qef. është perle, për burë, Flogrier. I më me dhe në qef, për burë. I manor të bashkë nga italianët një Që gjë. thot Shkodrani, kur të do të mirën. I vetëmi këtu që nuk i rritet mendja, dhe që është njeriu më korrekt në botë, di kush është? Që vlerësohet me çmime, presin, ka ndaj këtej. Edi Rama. Kush është tonë ju? Edi Rama? Përveç atij më, ai po më burr, kush, ai është. Kush është? E ka leti o gati. Qitë çmimin Karli Madh, thash, me qenë Sarajeva. Mirë, mirë. Begaj. Ha? Jo, më jo. Berami jep. Jo, më është i miku jonë, e ka leti, jo. Shife, dëgjoni. Ço e zëni? Al merito Igor Kullan. Në Senatin Italian në Romë. Sono un po' emozionato. Sono emozionato perché Ço e zëni leti ta dëgjojnë? io sono nato Hiqe këtë titullin e tjo, hiqe titullin se ngatrojë dy njaja. Hiqe titullin. 1990 Lutem, il bravo. corriere dell'Europa. Ua, sa bukur më doli kjo mund të boj kjo, Visto Gigi D'Alessio accanto a me mi ricordo che era Ja. una cosa impensabile perché ha QR code-in però. la RAI e il Festival di Sanremo. Ilir Kulla, zënja e zotrinj, C'era Raffaele Carrà. që mori një çmim sot, që është, e ka leti tani do e shikoni çmimi, quhet Leone, në farë se e thash frëngjisht. Leone d'Oro. Leone d'Oro, Luani Art, nga Senati Italian, tani apo del tani po falenderon edhe që e kanë dhënë. Dhe unë dëgjoj me vëmendje, Non per quello che ho detto. më kupton dhe e pyet dhe i thash, o Ilir, mund të më thuash për çfarë meritash e ke marrë? Po, se kurios jam do. Se dakord më mor çmimin, ai falenderon atje. Dhe ti pritet që të ta thoshte? Po tani mos nuk është që ka më Ai fshehur. çmimi jo, ai çmimi Na, merret, lut. merret. Na nda. Më tha Arjan do ta them kur të jem në emision. A, do e thot live apo do ta thot në emision veç? Jo, do ma thot në live në emision. Do ma thot, do ta them kur të vim. Ndoshta. Tani, më erdhi kot mendja e çmimit, se e kisha nga që flisim për çmimin e atij. Bravo Kulla, je pa parë të presin të prendën tjetër që të vish. Krenar për Kullën, krenar. Po, ai është i vetë për shkak që spjer fare, mund të japësh dollë çmimi ish me këmbë Kulla vlla. Dakor, Shkoj i merr ama. shkoni mirë se shumë korrekt, pa ka marrëdhënie të papara Ilir Kulla vlla. Dhe që se na shikon Kull, Çmime kam marrë gjithsej, Kulla me prafërsi. nuk e di vlla, them. Di që PR-i Kullës është brillant vlla. Brillant. Tani është miku im i vjetër, ti e di. Dhe është pjesë e emisionit dhe e përshëndesim. Edhe i thash Kulla të këtë video që më ran do të ta hetha. Vetë na qerasi thua. Të na qerasi kur E që të kur tash. Na qerosa. Hajde ku na qerasi. Po të na qerasi patjetër, patjetër. Na qerasi? Nuk është gjë e vogël të marrë nga Senati në Rom, nga Senati Sot java, po sot java ka gjobën. Kulla. Mos thuaj gjobë, se gjobë është fjalë që tani përdoret kaq në kohë. Ka se Ka gjoba mes mish gjoba është dark apo? Dakor, çfarë lëmshi po bëhet ai. Dgjoj, të atë japim fjalën Sebit dhe ta mbyllim të muhabet? Po para se japim fjalën, bëjmë xhiron Dorolan Radio Selam Nam, ora 21:55. Vazhdon akoma Black Friday, zënja zotrinje, prendja e zezë Dorolan. Ulje çmimesh të papara. Deri në 50% ulje keni të dyshekave, dhe deri në 30 dhe 40% të gjithë produktet e tjera që kanë bënë me gjumin. Urgjent, ja ku e keni. Urgjent në Dorolan është një super brand italian me mbi 55 vjet përvojë dhe mbi 2000 dyqane në gjithë botën. Kujdes. Do shpëtoni një herë mirë nga dhimbjet e kurrizit, të qafës, të mesit, të gjithçka që ka të bëjë me gjumin e keq që u bëni se të keni zgjedhur dyshekun e gabuar. Urgjente Dorelani, do mbaroni punë. Dorelani, ndryshe nga gjithë brendet e tjera që kanë ardhur në Shqipëri, ju bën një tjetër gjë që se keni menduar. Ja u jep dyshekun, e merrni në shtëpi, mbani 30 ditë, po si fuqeu e ktheni mbrapa dhe merrni paratë. Gjë që s'bën ndonjëherë vakis, se unë jam dëshmitar se puna ime shumë njerëz nuk e kthejnë këtë dyshek mbrapa. Ka cilësi brillë, nuk futem detaje.
E gjeni ose përballë Deli Jorgjit dhe rruga Vajës ku zbrisni poshtë që dilni nga Tirana, përballë kompleks Deli Jorgjit pap djathtas, ose te -1 Shteteku, ose kur jeni në autostradë, të shkoni te qendra tregtare Prestishom, kilometri 12. Dorelan, dormire bene, vivere meglio, të flësh mirë, ti jetosh më mirë, është slogani i Dorelanit. Rikthehemi në Dion Studio dhe pak me fabulën e parë. Rarova fare sot kemi Sebastian për ta mbyllur këtë histori tani, se s'kemi më kohë të kalojmë te fabula tjetër. Pyetja ime është e thjeshtë. Edhe ti njësoj si Gupi, si Pano, me se Flogreti nuk e pyeta unë. Se mbaj më dhe e pyeta duhet apo jo eliminuar gjitha mushkat, për shkak se mund të varfërohet varfëria. Jo pra jo. Ti the jo? Jo. Nuk duhet eliminuar? Jo, more. A ti që të vazhdojnë mushkat? Gjitha mushkat se kalon mendje asnjë shtet në planet që t'i ndaloj. Pra ti thua është me seleksionim? Patjetër. Ah, interesante. Dhe shumë avër të vërtetës, Flogreti. Më fal, a kemi thënë ne me që jemi të mushkat që shteti me dasht e kap lepurin me qerre? Po e vërtet është. Pse si kap me qerre SBA-ja ato mushkat e veta? Është më e madhe se lepuri. Dakor, pra dakor, po lepujt e vet. Pse si kap Hollanda? Kap. Çoj nga lepu, nga mushkat e lepujt. Fal. Jo, kap disa mushkat sa tira si kapa. Kur thuhet u kap sot. Sa kanë kaluar? 10, 20. Më thua. E qartë, Sebi, Unë këtë pikë jam radikal. ti e pra si Pano dhe si Gupi. Jo, jam për t'i pre dorën ati që merret. Komplet. Unë këtë pikë jam radikal. Nuk të vjen keq shumë që do varfërohet 1 në 4 shqiptar. Po nuk varfërohet. Unë në këtë pikë jam... Tani do ikin sa lekë tani nga xhepi jo por. 1 në 4 lekë, 1 në 4 shqiptar. Po 1 në 4 lekë çdo me thënë. Kuptosh ti. 98% Çdo shqiptar ka, më fal fal. Prekin gjysmën e Me se po ke drejti, çdo shqiptar ka një Gens Bektashi thotë 1 në 2 lekë. I ka nga mushk. 1 në 4 lekë. Ti thua 1 në 4 lekë. Tani Dale se e ka, fillove e prapti, e ka Sebastiani se më çmende. Po dëgjoj këtë. Po ma the një herë, por 10% e shqiptarëve kapin vetëm gjysmën e lekëve të Shqipërisë. A e lëm për të martën këtë pra? Po, kthyen prapa ti. Jo, jemi të operacioni Spaku të burr. Do flasim për mushka me licencë. Ose ti mos bëni lëmsh. Kemi 3 raste të suksesshme në botë. Hong Kongu, Singapori dhe dikush tjetër. Dhe ne pretendojmë të jemi një nga këto treja. Të cilët në vitin 1950 kishin 3% alfabetizëm, pra 3% e qytetarëve dinin shkrim dhe këndim. Sot, Hong Kongu, Singapori janë ndër vendet më të zhvilluara në botë. Po marr Singaporin Lee Kuan Yew se kam lexuar më shumë. Qartë. Në 1950-ën, vdekshmëria foshnjore ishte shumë e lartë, e gjithë vendi ishte kënet, s'kishte asnjë prodhim. Kush u mor me droga i preu dorën, disave i preu dhe kokën. Ato që ishin trima, kur i thoje ky është... Po të e ju jepte një ofertë, do shta në paralel, nësa këtu sëste me qatë jetojnë njërëzit të shkërë. Kur më thonë shpesher që ky është trim apo i fort, unë nuk kam asgjë në dorë, po të kisha gjë në dorë, do i veja të gjithë tek në Vlorë, edhe të nisja me notë që të niseshin për në Itali, dhe ta provonin a dalin do të me notë andej. To që thonë ky është i fort i lagjes, ky është trimi, ky është kështu. Këtë do bëja unë, po të kisha gjë. Po të ishe kryeminist. Edhe ti thoja ikni tani shpëtoni veten. Ta bësh në El Salvador, ti bëjnë kampe ose dhe ç'a ndodh në këtë mes, domethënë. në fabrika. Ja të mëroj sebi. Ç'a ndodh në këtë mes? Është shumë e thjeshtë. Çoj njerëzit në shkollë, asnjë prind nuk do që fëmia t'i pi drogën, unë nuk besoj se ka prind. Patjetër, nuk kemi, shiko, nuk kemi ne, ora sebi, këtu jemi të gjithë dakord. Nuk provon njeria të më. Ne po them, kjo ekonomi vlla, kjo ekonomi është ndoshta e vetmi ekonomi, mos të tjetra shumë e vogël. Ku ky është? Ne kemi pasur shumë mirë. Shtetet e lejojnë pra është. Tani do statistika para 10 vjetësh ne kemi pasur konsum droge 5.6 kg në ditë. Po lëre Shqipërinë, më lëre. Sot aktualisht është shtuar konsumi mushka. Tani a do statistikat unë tash ta mbyllim me ty, do të hapim debatin nga para. Statistikat janë shtuar. Konsumi drogës është shtuar. Edhe nuk më dëgjon fare mua. Konsumi hashashit është shtuar. Është shumica e të rinjve pin hashash. Shumica e të rinjve se pse unë tani e dim diagnozën e tim. Ai që e shet ti presin dorën, kaq. Se bie edhe një herë. Të mendoj. Ai që ore pyetja është, ne do të me një fjali, këtë kuptova, pse përsërit prap. Pyetja është me një fjali vëlla. Singapori, që morit si shembull, vërtet ju pret dorën atyre që është marrë me të punë. Po ndërkohë ata kishin zgjedhje. Puna është shqiptarët vëlla, në përgjithësi në shumicën e tyre. Kanë zgjedhje këtu vëlla, për shembull, nëse veç të ekonomi? Ça zgjedhje kanë? Si? Të shkojnë në shkollë. Ç'do të thonë të shkojnë në shkollë? Të shkojnë dhe të mësojnë.
ore, Shkojnë bëhen hidraulik. Jo, këta që merren me mushka, mu edhe mushka shkojnë në shkollë ose tani ç'a duhet të them. Po pra, Mushka nuk kanë në shkollë që merren atë punë o plak. treqereku këtyre që merren me trafik droge nuk kanë qenë në shkollë. Jo, ke gabim. Nuk kanë profesion. Ata nuk janë 8 vjeçara por tani mos e fotur, nuk janë 8 vjeçë bu. Ka nga ata që kanë kompani. Po më ikë fare. Fal, jo, ka nga ata që kanë kompanitë më të mëdha në botë. Po, pra tani. Që kanë lënë shkollën dhe kanë bërë kompaninë më të mëdha në botë. Pablo Escobari mbaroi një nga shkollat më të mira për shkencë politike, u bë dhe Tani deputet. hapi muhabetin shkon në shkollë. Zuckerbergu la Bëj të shkollën. martën apo të vi sot? Të martën, po prapë të martën është të martën kemi të tjetër që po, kemi vekë se mund të hyjmë dhe këtu, po patjetër. Janë shembuj. Nuk ma dhe argumentin, tani vjen keq. Të shkon në shkollë nuk është argument. Shkojnë në shkollë. Zotri, të pyeta për qytetin sepse ma e pinin. Sot një inxhinier, Ta që mushkat kanë bërë shkollë ose pse bi të lutem se po na dëgjojnë njerëzit tani se pra është. një gjë e thjeshtë. Mushkat kanë bërë Sot shkollë. njeriu më i pasur në botë, njeriu më i pasur në botë që ka kontratën më të madhe në botë është një njeri i cili merr vesh nga inxhinieria elektronike. E ka kontratën 33 miliardë euro. Po çini ka kjo me fix po themin e? Po shkon në shkollë më bëj 33 miliardë euro me tru, jo me drog, i bën me tru. Shkon në shkollë, bëu më i zgjuar i gjithëve. Sot njerëzit më të pasur në botë, Elon Musk është më i pasur. Ore sebi këta, o sebi këta që më i sebi pasur në botë. mushkat, Jo më i shkolluar jam. more Me sebi. mendje. Jo më i shkolluar. More sebi se më shkollë. Mushka o sebi se duke su bëjmë të Për bashkë. nivel, për- Ore sebi se nuk e di Është sepse nuk shkolluar është. boll pano, po s'është ministër. O dale më dale. O sebi një sekond më valla. O sebi, këta që mushkat që po flasim ne valla, të lutem përqendrohu pak më ngushtohu pak. Po pra në rregull. E kanë mbaruar shkollën valla që bëjnë mushka. Nuk është se s'kanë qenë në shkollë. Nuk mund të bëhen të gjithë. Zuckerberg më burr, ore sebi. Ajo që po mundoj, si punë e këtyre mushkave janë 100. Sa mo? Këto kanë nën kontroll 5.000. O ti gupi, edhe ti thua që janë 100 mushka në Shqipëri më. Jo mushka mu. More sebi të lutem, more sebi, more si 100 mushka more sebi. Po çan, Do ishte tek ky vend. Ka vetëm një ka shpërndarës, ka shpërndarës, 100 mushka e ka vetëm një avokat më ka burr. shpërndarës në përlagje, Ha? ka dhe shpërndarës në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Tani ne banda 40 kemi, siç e kanë nxjerrë edhe Ministria e Brendshme, që i kemi nga këto të frikshmit. 40 kemi. Banda. Po pra 40. Ore, po pse mushkat i futin këto banda ti? Po pra këto janë të rrezikshme. Janë transportues më burr. Ore, po flas për kriminal që vrasin më burr. Ore, njerëz transportues më që punojnë ditën ekonomist. Këto 40 Dale më dale, edhe në hotel, edhe natën për transport, jenë vetë apo jo? 20 banda kanë nga 3 veta që merren me transport, ti çojnë 120. Kanë nga 4, ti çojnë 160. Mos merra me sebin, ju lutem. Po ja pra Jo, gupi. Statistikisht. Mushkat transportuesit vëlla, çhin tek këto që thua ti o sebi. I mbylle gojën çani. Fal, Ke sa 20 linja kemi ke me 20 Italinë, me Britaninë, me Gjermaninë, me Austrinë, me... Ore sebi. Ndoshta nuk... Tani a do ndash këtë që shet drogë të lagja? Po nëse po flasim për atë mor burr. Po pra, për transport. Ua, ore sebi ti më ke ndjekur, po flasim për mushkat më vëlla. Transportuesit e parave... Ore, mushkat nuk kanë lidhje me drogën fare më zur. No ti zotri. Mushkat. Çojnë parat, mor i bien parat nga Amerika Latine. Nga Rotterdami. I bien në Shqipëri, nga Shqipëria është një mushk tjetër, janë disa mushka që i çojnë nga Amerika Latine, shkojnë nga Amerikë Latine. Ose shkojnë, po çon si kapra, nuk ka, por nuk kanë si drejtimi. Duhet kuptosh. Ore sebi, të lutem se më hoqe pini sot vëlla. Po flisi për mushkat më burr, jo për njerëzit që bëjnë trafik droge më burr. Mushkat që përfitojnë nga trafiku drogës, që janë transportues, që është një hallkë zinxhirit. Ata s'din fare se ç'a provohet vëlla. Ata detyre tyre është apo jo pano? Apo jo gubi? Duhet kuptosh. Tani, unë për këtë të them se po na çudit, po ore dynjaja që po na shef tani, thotë për çfarë po flasin këta. E kupton për çfarë them vëlla, zinxhiri transportuesve. Tani pano në vend që të kundërshtojë më shef mua. Pano e di shumë mirë si funksionon. Jo, jo. Pra, një sekond, prodhuesi dhe ata që bëjnë drogon, dakord? Apo jo, gubi, pano, Flogren, më dish pak. Mund të jenë 1-2 po themi, dakord? 3, 4, 100. Dakord? Transportuese, disa janë vëlla. Se nuk është një transporto. Ua, po nuk është një transportues, vëlla, janë shumë. Sa mendon disa? Po duhet të jenë shumë vëlla, sepse nuk transportohet, pra nuk është vetëm një njeri që bën transportin e një sasie të caktuar. Janë disa njerëz, ndryshe kapet. Janë disa hallka zinxhiri. Janë disa hallka zinxhiri më burr. Mos u ngatro. Tu faj mushkave, mund të Unë thënë. kam folur me policë më burr për këtë punë më. Tash pak më përpara. Ora unë kam folur me policë, njerëz që merren me këtë punë dhe më thonë, numri i transportuesve në Shqipëri është i frikshëm dhe ai bile më ka thënë, nuk e shpika unë. Ke avokat, tha, avokat, ekonomist, noter, inxhinier që punojnë ditën, bëjnë këto punë dhe her pas here, tha një herë në javë natën, tha, detyrohen të bëjnë këtë gjëta sepse nuk kapin, nuk arrin dot të. Është i pafundëm numri i transportuesve vëlla. Nga sasi të vogla fare, më fal pano, deri vete më të mëdhat. Me makinë. Kur është I çojmë në përfund e më burr. Kur është kaq i Si brenda Shqipërisë dhe edhe jashtë. Atëre.
Kur është kaq i madh, pse i sollën me Ore, po Toyota çfarë po Yaris flisim, edhe nuk ja gjejmë dot shoferin? Ore, pano, e keni seriozisht, ju nuk e njihni fare realitetin në Shqipëri, valla. Prit mos e njohim ndoshta. Po si ka mundësi se ngelëm këtu të çimik me konga kjo? Duhet ta kuptosh. Mega Çfarë jemi operacioni duke folur sepse jemi. Për mushkat pra e kam titull. Bravo. Mushkat vlla mund të jenë njerëz ose kompani. Unë që e kam me kaj pasion këtë, nga fjalë mushka e kam të ai. Ti e u kape kot me mushka tani. Jo, se kam info shumë. Mushka është tani. Sepse me atë zinxhir do merresh asot, valla. Numri i tmerrshëm, dish do me thënë 100. Është numri i tmerrshëm. Jo, s'është i tmerrshëm fare. 100 është numri. Po njëri këtë apo jo? Po. Si 100 mushka në Shqipëri? 100. Po, 100. Me nga interesi profesional pa 100. Jo, thuaj nuk. O Arian, dëgjoj këtu. 100 me 50 milionë euro bëjmë 5 miliardë euro, valla. Po, këta janë të më vejnë të morë burë. Ore, Po çfarë kërkon më? Kë kërkon tani? ore, ekonomia e vogël, me çam bëhet, valla. Deri tek Po pse do të çojmë motorin? E mban xhep, pse do të çojmë bicikletë? Çfarë do të çojmë bicikletë? Brenda vendit e mban xhep. Për shpejt. e kam për Sasin, më për sasin. nga bicikleta deri tek Parat në Shqipëri lëvizin e mban në xhep, po pse do të çojmë mushka? Çfarë do të çojmë mushka? Po jo, mos janë mushka, mor jo. Po çfarë do? Janë njerëz që quhen mushka, mor, nuk është se ka mushka kafshë, burr. televizin para. Po, këtu bëj keqëtimi masot. Mos pano njerëz. Çani. Mushka janë njerëz në këtë rast, me kam më thonjë za pano, please. Po çani, po çfarë të duhet njeriu mushk ti në Shqipëri, në Tiranë? Për ta çuar Durrës? Po çon vetëm valla. Pse do ta çosh me mushk? Po më mirë të vritet mushka se sa të Pse vritet të vret njeriu valla? Pse do çosh? Çfarë do çosh nga Tirana në Durrës? Si do çosh 4 ton? Drog. Mirë. Si do çosh? Po për i qese ike o. Po jo drog, më lek. Lek të i qese i mbaven xhep. Po jo për i qese bar për shembull. Po, je mbaven xhep. Mirë, tani, Po i ngatroni fare më, je fut. ngatroni fare. Ti ke ikur vlla? Jo, Ku je tani ti? fare, jo. Ku është pesa Kamzës që kthesh që ikën për Kruj, për Fushkruj te. Andes vetë, Aty je ti. se lënd kalosh. Tani, hajde më këtej, hajde se jemi në Lundër. Më kupton? Tani në Lundër që ta kuptojmë. Mushka, kur flasim për numër të tmerrshëm, pra janë mund të jenë 100. Sepse policia, duke dashur që ti identifikojë të gjitha, kur janë 100 janë shumë. Është sikur të kesh 100 banda. Sikur të kesh 100 aktivitete kriminale që ndodhin. Grupe që kryejnë aktivitete kriminale. Janë shumë. Ne 40 kemi dhe themi kemi pafund. Tjetër gjë ajo, mo. Pra, edhe mushkat në vetvete, kur ti thua shumë, por nuk ka shumë njerëz. Është shumë si zë, 100 cop janë shumë. Pano, falenderit, gupi të lutem, mund të japësh përgjigjen? Ti si thua, do ta lëm sa. More e themur zotri. Sa do të lëm ti që kemi? More, duke i prerë dorën, Pse merret ai? Po merret ai mor zotri sepse fitimi aty është i jashtëzakonshëm dhe risku shumë i vogël. duke i prerë dorën do kishte gjithë populli invalid, më shkruajnë. Dëgjoj pak. Dhe do i bini me dorën e me. Nuk vjen mesazhi. Pra, e di sa shumë janë më pra. Ore. A ka cilla nuk kërkoj të mbështesësh tezën time. Po. Flasim vetëm për transportuesit. Sa mund të jenë në Shqipëri, o plak? Se këta ngatrohen me bandat. Filli gjë bandat e mëdha. Ti të gjë transportuesit që bëjnë janë pjesa brenda dhe jashtë. Janë një pjesë e mirë që mund të jenë mbi 3000 që janë aktivitete kryesisht ulta, persona fizik ose persona juridik, mbi 3000. Të cilët shërbejnë thjesht në 8% të veprimtarisë të tyre si punë mushkash, se sa realisht për aktivitetin që hapin. Mushka pra. Po pra mushka. Mushka në thonjza pra. Po se punë mushka se e them nga perspektiva e dyshimit. Po kush tjetër pas Qarkullim, jo pastrim, qarkullim. Transport. Po flasim për transport, jo qarkullim. Transport. Hajde të marrim nga i sjell. Nga vin parat në Shqipëri. Nga vin. Se 3000 thua ti, 3000 nga vin. Se Hollanda ka një linjë, po të bësh 2, të ka policia në Hollandë, se s'është këtu në Shqipëri. Tu në Shqipëri mund të bësh edhe 5000, nëse do ishte nga Tirana në Durrës. Po kur ti sjell parat nga Hollanda, Hollanda nuk është ky shteti. Do t'i them jashtë kamrave se kam çështje nuk është ky shteti që ti mund të luaj të kesh. Si vin, sa i po thon për procedurën, procesin. Po thon për procesin. Nuk i them se kam klientë, kam Hollanda që ti bësh 3-4 cop. Po mund ta them në një lloj forme. Po qesharake fare. Më kupton, ne po bëjmë tani sikur ne i pas kemi vënë gjithë i kemi bërë gjithë për budallë në Europë dhe tani kemi bërë nga 3000 mushë. Do ta them kështu çanin, fal. Në librin e tij, që është një nga librat që ka fituar dhe shumë shije ndërkombëtare. Po ja do ta them, këtë do ta shpjegoj, lutem. Po le të flasim njerëz. Roberto, më fal, Saviano, tek libri i tij Gomorra, ka një pjesë ku thot ku flet në lidhje me hotelet më të mëdha që janë në Europë dhe që janë brende, të cilat i kanë njerëz thot, që flenë nëpër podrume, që vitin nëpër bagazhe makinash dhe as vetë nuk e din sa i kanë. Dhe bëhet fjalë për një pasuri që shkon diku te 500 miliardë euro. Tash e imagjinon dot? Kjo mua. Po Gjon Çani se më pyete. I thash, Roberto Saviano ka shkruar një libër Gomorra dhe flet për brendet më të mëdha të hoteleve dhe kryesisht në fushën e shërbimeve të
turizmit, Sigurisht. të hotelerisë, restoranteve, dhe thotë i kanë njerëz të cilët flenë për podrume, që janë shefat e familjeve kriminale në Napoli, se Condigliano, Casalti Principe etj. Të cilët thotë flenë për podrume, lëvizin në bagazhe makinash dhe as vetë se dinë se ku i kanë ose si i kanë dhe sa kanë. Dhe bëhet fjalë për një shifër diku te 500 miliard euro. Tash e imagjinon do to 500 miliard euro si do lëvizin. Në qoftë se do ketë mushka. Në Itali thua ti? Ai në gjithë Europën më. Nuk flet vetëm për në Itali janë kokat që kanë këto para. Ata kanë nevojë për shumë mushka. Lutem se nuk kemi kohë debat. Përfshirë dhe Shqipëri. Ora 22:10 minuta. Mos marrin kohë. Le dio, bëjmë një giro. Pano, të lutem please, respekto oraret. Ore Pano, ti do më dëgjosh apo apo s'dëgjon fare nga i vesh më burr. Ore Pano. O Pano, do restojmë se orare apo jo? Pano do të imponoj realitetin e Ore tij. Pano, Gabim, o Pano, po ti ishe në fushat do ta kuptoja, tani të lutem. Më i rëndësishëm. Ore Pano, është po e ke gabim. Po të vërteta fare më. Ore Pano, nuk është ky qëllimi jon të vëmë të vërteta. Qëllimi jon është të bëjmë debat për procesin drejt asaj, rruga drejt të vërtetë. Duhet të vërtetë. Është edhe kjo është edhe perspektiva e Po të lutem, mirë, do më bindesh pak, se ti di që unë jam diktator, jam shumë liberal. Tjetër vesh të diktator. Unë jam vesh diktator. Tiran. Po ky nuk ka kufi. Ti sot se çat ka gjetë më shok, nuk e di, sepse ke bërë shumë si autokrat ti bërë. Bërë si ke filluar po shpejt po rëshket në despotizëm. Po çmerr, po ç'e pyet. Çmerr, po të kam thënë. Po pse e ke bërë? Nuk e di. Modeli. Nuk e di më. E ke bërë nga Ramsi 4. Unë jam më keq se ai, unë zgjoj s'kam pushtet. Ke 23 vjet të pushtet. Fare.